Në Kosovë, me gjithë thirrjet edhe të diplomatëve ndërkombëtar për përshpejtimin e procesit të formimit të institucioneve të reja, partitë politike ende nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje për zbatimin e rezultatit të zgjedhjeve të 8 qershorit. As sot nuk u arrit një marrëveshje për mbajtjen e seancës së parlamentit për zgjedhjen e kryetarit, që është një kusht për formimin e institucioneve. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Lidhja Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje thanë se do të mblidhen të njëjtën në seancën e parlamentit, që do të mbahet në bazë të një kërkese të nënshkruar mbi 60 deputet të këtyre partive. Ndërsa Partia Demokratike refuzon pjesëmarrjen duke theksuar se të drejtën e thirrjes së seancës e ka vetëm kryesuesja e saj Flora Brovina, që është deputetja më e vjetër e parlamentit. Zonja Brovina takoi sot përfaqësuesit e partive politike, por pa ndonjë marrëveshje. Konstatuam se konferencën për nesër nuk është thirrë nga ana ime, nuk është përgatitur nga ana ime dhe nuk do të marr pjesë si kryesuese. Seanca tjera jemi të gatshëm t'i thrasim për 24 orë nëse kemi një shenjë pozitive që mund të zgjidhim problemin ose nyjen e Kosovës për zgjedhjen e kryetarit parlamentit dhe nënkryetaret. Gjykata kushtetuese në fund të muajit gusht palli të pavlefshëm vendimin për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut dhe i njohu Partisë Demokratike të drejtën që të propozoj kandidatin për kryetar, si grupi më i madh parlamentar i dal nga zgjedhjet, por kjo parti nuk ka vota të mjaftueshme. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e koalicionit të përbërë nga Lidhja Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se shumica parlamentare përbërë prej tyre mund të formojnë institucionet. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e cilësoi të pakuptim qëndrimin e Partisë Demokratike për seancën e nesërme. Seanca ka një pikë të rëndit ditës, pra është në vazhdim, zgjedhja e kryetarit parlamentit e kryesisë parlamentit, pra nënkryetarëve, kuptohet kërkesë e deputetëve ka qenë edhe debati, edhe me siguri që nesër do të ketë debat në kuvend. Në fund debatit do të vlerësojmë si me procedu matutje, por ne nuk do të ndalemi me qenë në kuvend në vazhdimsi deri kur e vlerëson kryesuesja edhe ajo me ardhmë. Ende është e paqartë se si do të duket rrjedhja e seancës së nesërme, ndërsa është përmendur mundësia që bloku i partive politike që e ka thirrur atë t'i drejtohet gjykatës kushtetuese me një kërkesë të re për të sqaruar vendimin e saj për kryetarin e parlamentit, në të cilën thuhet se u takon deputetëve të gjejnë një zgjedhje. Sot janë mbushur 4 muaj që kur Kosova mbajti zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe ende nuk është bërë asnjë hap drejt formimit të institucioneve të reja. Partitë politike nuk kanë dhënë ndonjë shenjë se janë të gatshme të merren vesh për tejkalimin e situatës së krijuar në vend, ndërsa presidentja e Kosovës Atifete Jajaga është vënë në përpjekje për të lehtësuar dialogun politik ndërmjet tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.